Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një shifër alarmante prej më shumë se 166.000 shqiptarësh rezulton të kenë braktisur vendin përgjatë viteve 2021 deri në 2026, duke dëshmuar thellim të mëtejshëm të krizës demografike dhe emigracionit masiv në Shqipëri në popullsi tashmë më të pakët dhe më të plakur. Një shifër alarmante prej më shumë se 166.000 shqiptarësh rezulton të kenë braktisur vendin përgjatë viteve të pas pandemisë, nga 1 janari 2021 në 2026, duke dëshmuar thellim të mëtejshëm të krizës demografike dhe emigracionit në Shqipëri në popullsi tashmë më të pakët dhe më të plakur. Largimi jo i zakont nga vendi tregon se politikat ekonomike dhe ato për kapitalin në vend që të nxisin kthimet po stimulojnë më tej largimet edhe tani pas 35 vitesh nga rënja e komunizmit. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Instat me imigracionin neto për periudhën 2011-2026 tregojnë se kur kufizimet globale të lëvizjes u lehtësuan në vitin 2021, ndodhi edhe një rritje e fortë e emigracionit neto me minus 32.853 persona, tendencë e cila mbeti pothuajse pa ndryshuar dhe përgjatë vitit 2022. Ky fluks i pandalshëm kulmoi në 2024, periudhën të cilën u regjistrua dhe humbja më e madhe historike e kësaj dekade, me një bilanc negativ prej minus 43.761 personash, edhe për shkak të rishikimeve nga censi popullsisë, ku treguesi 2 viteve u përmblodh në vit. Në 2 vitet pasuese, 2025-2026, janë larguar mbi 57.000 persona ose mbi 28.000 persona në vit. Në krahasim me popullsinë banuese, shifrat mbeten jashtëzakonisht të larta dhe dëshmojnë se hemoragjia demografike nuk po njen ndales. Largimi është bërë agresiv në mënyrë konstante pas pandemisë, ndryshe luhatit në vitet paraardhëse. Të dhënat dëshmojnë se pasi preku pikun e parë negativ në vitin 2014 me minus 21.785 persona, emigracioni neto ka filluar të ngadalësohet duke arritur nivelin më të ulët të humbjeve në vitin 2016 me vetëm minus 9.473 persona, për të rritur më shumë në 2021. Jemi këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Në zemër të Gjirokastës, një qytet që promovon turizmin dhe trashëgiminë kulturore, banorët e lagjes Dunavati i parë përballen çdo ditë me probleme të shumta infrastrukturore dhe mjedisore. Rrugë të dëmtuara, mbeturina të shpërndarjes në ambiente publike dhe probleme të vazhdueshme me kanalizimet kanë kthyer jetën e përditshme në një sfidë për banorët e zonës. Gjatë vëzhgimit në terren, vjetre sa shumë segmente rrugore ndodhen në gjendje të amortizuar, me gropa, çarje dhe mungesë mirëmbajtjeje. Banorët e shkamerave thonë se prej vitesh kanë kërkuar ndërhyrjen e institucioneve vendore, por situata mbetet e pandryshuar. Sipas tyre, ankesat e përsëritura nuk kanë sjellë zgjidhje konkrete. Problematike mbetet edhe menaxhimi i mbetjeve urbane. Në disa pika të lagjes, mbeturinat janë bërë pjesë e përditshmërisë, duke krijuar ndotje vizuale dhe shqetësime për shëndetin publik, ndërsa banorët thonë se pastrimi nuk kryhet me rregullsinë e nevojshme dhe se mungon kontrolli ndaj personave që ndotin mjedisin. Një nga shqetësimet më serioze lidhet me rrjetin e kanalizimeve dhe ujërat të zeza. Sipas dëshmimeve të banorëve, problemet janë të hershme dhe në periudha të caktuara shoqërohen me erë të rëndë dhe rrjedhje që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetesës. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente për rehabilitimin e rrjetit dhe eliminimin e një problemi që vijon prej vitesh. Ndërkohë, pak metra larg zonave turistike të qytetit, banorët ndjehen të lënë pas dore. Ata ngrenë pyetjen se si mund të flitet për zhvillim, turizëm cilësor dhe investime, kur lagjet e tëra vazhdojnë të përballen me probleme bazike infrastrukturore dhe mjedisore. Nënshkruhet marrëveshja ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Policisë së Kosovës për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor në Shqipëri me qëllim përmbushjen sa më efektive të parametrave të sigurisë rrugore përgjatë sezonit turistik 2026. Për të nënshkruar marrëveshjen, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, mirëpriti në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, homologun e tij, drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxhën. Marrëveshja, e cila është dëshmi e rrallës së bashkëpunimit vëllazëror ndërmjet dy policive, ka në bazë fluksin e lartë të përvitshëm të shtetasve dhe të mjeteve nga Kosova përgjatë sezonit veror, si edhe lëvizjen intensive në pikën e kalimit kufitar në Morin. Ky akt bashkëpunimi synon të vendosë në qendër të policimit rrugor teknologjinë dhe të shmangdalimet e automjeteve pa shkak. Gjithashtu, marrëveshja synon të intensifikojë angazhimin e përbashkët dhe efektive të dyja policive për parandalimin e aksidenteve rrugore, konstatimin e shkeljeve rrugore, menaxhimin e flukseve të lëvizjes, shmangjen e trafikut, goditjen e krimeve ndërkufitare dhe rritjen e vigjilencës, me qëllim parandalimin e ngjarjeve
kriminale. Përgjatë fjalës së tij, Hita vlerësoi edhe lart partneritetin me policinë e Kosovës dhe theksoi se kjo qasje bashkëpunimi pa bariera ka dhënë rezultate konkrete në luftën pa kompromis kundër krimit të organizuar, trafikimit të armëve dhe lëndëve narkotika, si dhe kundër migracionit të paligjshëm dhe në drejtim të shkëmbimit të informacionit në kohë reale. Ndërkaq, Hoxha ka konfirmuar gatishmërinë e plotë e efektive të përzgjedhur për të shërbyer me korrektësi, profesionalizëm dhe humanizëm krah efektive shqiptar. Mediat italiane I ka dhënë hapësirë deklaratave të presidentit të Këshillit të Evropës Antonio Costa në Tiranë, ku ishte në një vizitë të shkurtër. Costa ka kërkuar në Tiranë që të shtohet lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shqipëria, vend kandidate për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, duhet të bëjë më shumë përpjekje në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këtë e theksoi presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa përgjatë një konference për shtyp në Tiranë për krah kryeministrit Edi Rama. Një angazhim politik I vazhdueshëm dhe I prekshëm në mbështetje të shtetit të së drejtës dhe ruajtjes së një sistemi gjyqësor të pavarur dhe të përgjegjshëm janë themele thelbësore për anëtarësimin në BE. Ju inkurajoj të intensifikoni përpjekjet e luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka deklaruar Costa. Ai shtoi se Bashkimi Evropian mbetet partneri më I besueshëm I Ballkanit Perëndimor dhe I Shqipërisë, si dhe investitori dhe partneri kryesor tregtar I vendit. Bashkimi Evropian mbështet prosperitetin dhe sigurinë e Shqipërisë përmes projekteve dhe politikave konkrete në dobi të qytetarëve tuaj. Për shembull, ju keni akses në hapësirën e vetme të pagesave në euro, SEPA, po integroni gradualisht në tregun unik të BE-s në programin Romlek at Home dhe në programin hekurudhor Discover EU, shpreh ai. Megjithatë, Costa theksoi se anëtarësimi në BE nuk lidhet vetëm me përfitimet ekonomike. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama theksoi rëndësinë strategjike të procesit të zgjerimit të BE-s në këtë periudhë pasiguria gjeopolitike globale dhe paqëndrueshmëria ekonomike. Zgjerimi nuk është vetëm një mundësi, por edhe një domosdoshmëri gjeostrategjike për Europën, ka thënë ky I fundit. Ndërsa kryeministri shqiptar shtoi se pret të marrë pjesë së shpejti në samitin e BE-s në Ballkanin Perëndimor, që do të zhvillohet në Tivat të Malit të Zi. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.